ta porosisin nga jashtë nuk i patën mundësit. Ti shikojnë klube tjera botërore si stërviten me topin dhe të rrinë duke pritur, nuk e bën. U dashën jo më shumë se 4 veta për ta zgjidhur problemin. Tani të rinjt, vajza e djam, të mbledhur në një shkollë basketbolli në Gjilan e kanë më të lehtë t'i bëjnë stërvitjet me top. Basketbolistët Laurant Ibrahimi e Qëndrem Demi, së bashku me salduesin Ragip Ramizi dhe elektricistin Qamel Salihu, kanë ndërtuar një makinë për kthimin e topave. Tani gjithçka duket e thjeshtë. Basketbollisti e gjuan topin në kësh. Topi, përmes mekanizmit të ri të futur në kësh, vije sërish në duart e basketbollistit që është në radhë për të gjuajtur. Kjo makinë është vënë në përdorim për herë të parë në basketbollin kosovar. Përfitimet janë të shumëfishta pasi topi që vjen nga kjo makinë në duart të basketbollistit vjen me një vëllim më të madh fuqie, se që mund të vijë nga një bashklojtar apo trajner. Ideja fillimisht nga ka ardhur të i po trajnerat shtete tjera, domethënë shtete që janë më të avancume, cilët kanë mundësi por me pas këtë maqinë se është këgja që e ka një kosto të lartë, edhe më pa mundësi me porosit ose me ardhë në Kosovë, kena pas iniciativë me trajneri Laurant, edhe me këta 2 shok tjerë me ndërtu, edhe po një kohë mesatare, kryesisht një muj e gjysë, paktën 2, ka ardhur deri te përfundimi i kësaj. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, varësisht nga cilësia, një makinë e tillë kushton nga $5.000 deri në $11.000. Qëndrem Demi tregon se duke e parë çdo ditë më shumë këtë makinë të nevojshme për basketbollin kosovar, që t'i rrit performancat e tyre, kanë vendosur ta ndërtojnë vetë. Kjo makinë është edhe që ndihmon me rrit nivelin tonë personal si shooter në basketboll. Elektricisti Qamel Salihu tregon se ideja ka qenë e 2 trajnerëve, ndërsa ai ka kontribuar në këtë makinë në fushën e elektrikës. Unë për veti as kum pas ideja që kum pa ndajherë së diçka të tillë. Më pasi takoj fushës të elektrikës, unë pjesën elektrike kum kryer, që s'm ka dokshëm e vështirë. Kina po natyrisht se kina pas probleme. Kina mutu njerë, kina bo më të madhe, s'na ka zonë një dere, kina largu. Makina është punua në lokalin e mjeshtrit të saldimeve, Ragip Ramizi. Realisht, fillimit ka qenë i vështirë, po me gjatë me mendimin e këtyre trajnerëve dhe në shokut Qamilit, ke fillu nga dal, ka shku puna qysh të më shku ka pak, tu e ndërtu, vesh kemi orë të përfundimi i kornizës. Përmes kësaj makine, topat për basketbollistët mund të shpërndahen deri në gjysmën e fushës.